Musliman ka dalë po I vjen funi hanës të Ramadan, do të thonë po kryhet muaj Ramadan, e është një obligim që muslimant duhet me kry para se me u fal bajrami. Ajo është pastrimi I agjerimit. E kena përmend shumë shpesh musliman që nëse një diçka në din e lën mangit, nuk e plotson një diçka në fe, mundësia jote për me të nxjerr për situatës është agjerimi. Për shembull, nëse në haxh nuk mundesh me gjetë një kurban me pre, atër duhet me agjeru. Allah në rujt nëse e vran një musliman pa hiri, atër duhet me kry do obligime, po nëse së një krynë ato obligime, duhet me agjeru. Mundësia e fundit jetë agjerimi. Pse për përmeni këta? Për përmeni për me arde qëto. Qka me ba nëse gjatë agjerimit kem mangësi? Në agjerimin ton, bajmë vepra cilat na e zbehin agjerimin ton. Me çka mujna me pastru agjerimin ton? Është vetë një diçka musliman. Dhanja e ushqimit. Dhanja e ushqimit e pastron agjerimin. Edhe njëherë, për këtë gjanav e shen Kur'an, agjerimi vjen si mundësi e fundit. S'ke mujt me bëkta, s'ke mujt me bëkta, agjera. S'ke mujt me bëkta, agjera. S'ke mujt me bëkta, agjera. Agjerimin, nëse në agjerim lën mangësi, atë në mundësia e fundit e jotja, edhe jamja, edhe njerëzve muslimanve, jetë me dhënë ushqim, me ushqyt varfrit. E kjo është që në Islam e ka emrin zakatul fitr, zakati I fitrit ose sadaqatul fitr që shenjohen njerëzit në ditën e sotut. Po foli shumë shkurt dhe po mënona shumë me kanë qartë me musliman për shkak se është një temë që zakonisht kanë pyetje shumë muslimanët. Kush do të më dhanë sadaqatul fitr? Cilët për njerëzve? Kushti është me kanë musliman, edhe me pas me hangër 24 orë, me pas me hangër edhe me pi 24 orë, nëse ki, atëre duhet me dhanë sadaqatul fitr. Do me thonë, krejt njerëzit, fëmijët, gratë, krejt do të me dhanë sadaqatul fitr. Krejt e kanë obligim me dhanë sadaqatul fitr. Muslimant, me kusht, me kanë musliman edhe me pas me hangër. Kjo është kusht, në qofë se ki me hangër 24 orë, edhe je musliman do të me dhanë sadaqatul fitr. O kuptu kush? Pyetja, kujna mja dhanë sadaqatul fitr? Mja dhanë fukarave edhe miskinëv, fukarat. Po në qofë se e zgjeron edhe ma shumë ata që punojnë për hir të Allah, dikujna mja zbut zemrën me afru në Islam, është dikush që e ke po, kur ti një maj shpak e kryon një imazh më të mirë për Islam, banë edhe këtyne, ama fukarat edhe miskin, dhe ma atë që janë fukarat, taman fukarat që jetojmë na, miskin, gjinoha. Këtyne do të mjë dhanë sadaqatul fitr. Pyetja, a ban mjë dhanë të varfëve, do me thonë vlaut, migjes, dajes, tezës, a ban mjë dhanë sadaqatul fitr? Ban, me kusht, me kanë fukara. Në shqiptarë thëmë qysh vlaut, qysh dajes, qysh migjes, migjen e kam obligim me këshyrë. Kjo është e jona musliman. Ban mjë dhanë, me kusht, qaj me kanë fukara. Në qofë së është fukara, ja jep, ka njëherë është edhe ma mirë, që shka thonë Rasuli a.s. Edhe është sadaka, edhe është sile, edhe është lidhje farifisnore, ja jep migjes, dajes, tezës, është ma mirë, ka njëherë, për shka këse një ma mirë, edhe e kryon atë lidhje në farifisnore. Sa do të me dhanë, edhe qka do të me dhanë? Do të me dhanë ushqim më musliman. Thamë edhe njëherë, agjerimin e pastron veç ushqimi. Allahu e din pse ushqim. Ushqim do të me dhanë. Qka ushqim? Ushqim. Ka arë në hadith i hapër. Ushqim. Qka ushqim? Ushqim. Ase kupton? Ushqim. Do me thonë pasol, oriz, kumpira, ushqim, mil. Kjo është ushqim. Do me thonë, mësë bëme asë si audit me tjerë që shtojmë shumë. Ushqim. Ato që ka hanë të e për të fukaras. Ushqim. Sa? 4 par grushta që shto. 4 par grushta. Mos filozofo grushtat e mdha e grushtat e vogël. Qasë sa t'i ka dhonë Allah e grushtat, i mush 4 par grushta për person. 4 par grushta për person, po thojnë a i mush mil, edhe i qetë. 4 par grushta. Kur ti mush, i qetë, e kryte për një person, për në Ramadanin komplet. Personet tjetër, 4 par grushta. Ka qështë sadaqatul fitr. Nëse i mledhë krejt, po thojna me mil, nështë shumica familje, kur të mledhin krejt,
e shohin po vjet shumë pak, po I bjen 10 kg mill, 15 kg mill. 15 kg mill kur të blesh pak pare, a unë muj me dhon hala, jep sa dush. Allah të shtof sa të japsh. Ama këta ki obligim. Këta ki obligim. Jep e këta, tani nëse do me shtu, shtaj sa dush. Ama do të me shku harq të fukaraja, ushqim do të me shku të fukaraja. Alhamdulillah sot ka mundësi, për shembull nëse ti pe demelis tane, pritan me ble harq, mund shmi thonë dikujna, ble Allahun për mua. Mund shmi thonë edhe atina në shqitore, që ka dyqanin në mahal, I thua njeni fukara këtu në mahal, thot po. I thua, unë po të japi paret kur të vjen, ose e thirëm atë fukaran edhe e vjeni merë harq. Kur që s'ka të keq, edhe jalen 3 euro, ose 5 euro, që ka ardha I ka marë për shkak se ti ki obligimi ja qu. Që kaq, e thjesht është, nëse dënë. Nëse s'dënë, atëri lindin problemet. Kjo është, aje që ka do të më dhanë, kur do të më dhanë? Do të më dhanë para se më falë bajramin musliman. Mas mirë është për 2-3 ditë para se më kry Ramadan. Do të më dhanë sadakatul fitr. E kjo obligim. E kanë obligim muslimant. Kjo është që po besoj që ju kryjnë punë muslimanve, edhe po besoj që kjo është shumë I qartë. Dikush thot unë kumni I ban me dhanë pasuni. Unë për fund po thamë musliman. 9 vjet Rasulullah, 9 vite Rasulullah e ka dhanë sadakatul fitr. 9 vite e ka dhanë ushqim. Ka pas pare, ka pas pasuri, ka mujt me dhanë pare, e ka dhanë ushqim. Shoki Rasulit alayhi salam I fundit që ka vdek është dikon 90 vjet mas Rasulit alayhi salam, 90 deri 100 vjet mas Rasulit. Kë nuk njeh kur kanë që ka dhënë sadakatul fitr pasuri. To si ti mundesh me thonë çka dush, që ka di pe dini ta amone. Që ta më ta kallzu. Ajo tjetra ajo s'është e amja. Ajo nuk është e amja, unë di me të kallzu që kam lexu pe dinit, edhe çka ka thënë Rasulullah alayhi salam, spaki komo monumet ka kallzu që ka thënë Rasulullah, edhe çka ka urdhëruar Allahu azza wa jall. Kjo është e amja. Allah na lehtësoft, e na nimoft, është shumë punë e vogël o musliman. Kaneri duket muslimanëve s'kam të bëj kurrë. Bibli do mill, edhe për që një thes mill kurrë. Edhe pse musliman se na kanë mlut mirat, më ajo diku na një thes mill, na duket kurrë. Mos harro që baba jot, edhe babgjyshat tonë, edhe baba ton, kokrat e grunit I kanë mbledhur në portok. Kokrat e grunit I kanë mbledhur në portok. Kallamoqat e kalt, misrin e kalt që u kall, gjysën, ju ka kall gjysa, gjysën ja kanë hek kokrat, edhe kanë blu për me ba mill. Atina me ja paqu një thesmil, e kështë pa që ka do me thonë një thesmil. Ama neve na kanë blut mirat dhe na do këtë që së është kur gja një thesmil. Një thesmil, kur të vjen një thesmil, është mirë me falendëru Allahun që të ka arë një thesmil. Elusëm Allahun azuzhel, me na po prej muslimanëve të mirë, elusëm Allahun azuzhel me na falat ku gabojmë, elusëm Allahun azuzhel me na po prej muslimanëve që e dojmë gjithmonë hajrin, punojmë për hajrin, munome me një mund jazë sa Allahu azuzhel na letësën me lejën e tina, elusëm Allahun azuzhel me na dhanë fuqi, edhe me na dhanë mendimet mira me një mund jazë